Këtu ka e kom ngrit dorën jam femra vetme shqiptare, do më thonë femra vetme në sportin e driftit dhe femra vetme shqiptare. Në fakt mes 12 drifterave sërbe dhe Macedon, që do të thotë kemi qenë 700 në Kumanov. Kumanov? Po, kanë qenë 700 vetura sportive, të llojeve të ndryshme, gjurmës, tulta, drifta, lloj sporti, do më thonë kanë qenë 700 vetura, 200 kanë qenë shqiptar, 500 kanë qenë serbe dhe Macedon. Kështu që unë jam zgjedhë si driftera. Më intereson, a bën ti përveç në gara dhe kështu nëjherë në për qytet drifta e përdej në përfejnë Jo, dhe prezikë? nuk du me dhonë mesazh të rinis, mesazh të keq. Sepse ka vendet ku duhet mu trejnu, ose sikur unë që kum përcjell do më thonë deri sot që ku muj me marë orë praktike për me vazhdu në Evropë me garu, është në Itali, të cilën jam të prit datën me ma konfirmu edhe me shku me bo orë praktike me marë certifikat, që me vazhdu tutje. Do më thonë, driftet ekstreme. Okej, faleminderit.